oj lule lule, oj lule lule mace mace, se u pëtishë, se u pëtishë, se u pëtishë dalë pasë. Kemi sjellur këtu ka Kalabria të bëjmë si një dhuratë. Për ata shkojnë e kishin dashurinë të na takojnë këtu. Qëllimi i parë ishte të mbajmë gjallë identitetin, gjuhën, traditat. Kemi punuar për këtë, se globalizimi krijon probleme edhe komunitetet shumë të vogla si janë ata arbresh. Edhe kur kemi parë, kemi zonë të kërkejmet, kemi bënë të rrjetet sociale, të rrëfijemi pjesët tonë, me gjuhën tonë e vjetër, rrjetet sociale, kemi parë se kanë qenë shumë kontakte, shumë kishin dëshirë të kishin më informata. Edhe kemi bënë që mund të bëmë, alla kemi krijuar një platformë digjitale të vëmë bashkë. Komunitetet lokale, rrenjat e vjetra, gjuhën e tonë, eksperiencën me komunitetet, arbresh, ushqimin, rituale shumë të vjetra, valjet, këngat, që kemi na. Edhe kemi vënë për gjithë në gjithë bota me portalin, një mund na kontaktojë e mund të shkojë, të na vizitojnë, e të tjerë pjesë e arberisë, jo si një turist, ma na jemi vëllezër. Duk se tjerë urthojnë dhene, se kur në pjenjen, cili është momenti më i bukur. Momenti më i bukur o të gjithë viti, se pjesë më i bukur o kur janë shqiptarë të shkojnë në arberi, e hap një derat, e mund të hini në shtëpitë e arbreshve. Kjo mua pjesë më emocionuase, që ka një detim, të jene pjesë e komunitatës. Shëndetje, unë jam Edvina Musaj, jam një farloj miksi veçantë, se mamin e kam shqiptari për Shqipërisë, babin e kam shqiptar për Kosovës, vetë jam Lindpej, po në moshë një vjeqe gjysë për shkak luftës kena emigru në Itali. Ku rita, kam studiuar në Itali në Akademinë e Arteve të Bukura, edhe mas do kohë kam pas mundësi me u rikthy në Kosovë për me dhënë përvojë pune, kështu që mu lidh ma shumë me atë më lidh ma shumë me gjuhën time, me mësu ma shumë për traditan të vendin tim. Edhe këtu tunej në Kosovë më kanë ardhur shumë pyetje rreth popullin tonë, pushjena, eksperienca tona, edhe si shembull më të mirë diasporës që lidhet me mu, është shembulli më i madh i arbreshve, që për 6 shekulliv janë tu maj traditat, kostumet, gjuhën, edhe për mu ka qenë shembulli më kryesor për me ditë kush jam unë e kush tutje du me vazhdu me qenë. Edhe jam shumë krenare dhe shumë emocione kam që po e mbaj këtë veshje. Shëndetje, unë jam Reja Spahiu, jam pjesë e diasporës shqiptare, jam marrë prej Anglisë, posaçërisht për arbresht, kam dhe shumë të veçantë sot që po veshjet arbreshe. Kjo veshje është e vjetër diku 100 vjetë, është inspiruar edhe prej natyrës, sepse arbresht gjithë kam pas shumë lidhje me natyrën, edhe për shkak që janë një komunitet më i izoluar në Kalabri, gjithmonë kanë mbajt lidhje me agrikulturë, me natyrë, edhe cila disa dhe janë prej profesioneve tyne në Kalabri. Sot është një ndjesh shumë i veçantë që po përfaqësoj këtë veshje, po përfaqësoj këtë komunitet dhe jam shumë e lumtur që kam qenë pjesë e panajirit sot. Përshëndetje, jam Ardiana Shellova, jam lind Prishtinë, po shkoki luftës jena shprëngull në Amerikë. Për mua shumë e rëndësishëm se e kuptoj edhe ndjena atë aftësi me komunitetin arbërash, shkaku se të gjithë kanë emigru me një vend tjetër edhe kanë po rëndësinë mi rujt traditat edhe kulturat veta, pa morë parasysh sa largë edhe sa gjenerata rritën së bashku, dhe si gjithë na edhe në Amerikë jena tepër largë, edhe si fëmijë të vogël jena garant në shta mromta gjeneratë që ka me pos ka qlet mi moj traditat e kulturat edhe tash është shof shumë të rëndësishëm mi eksploru këto kultura dhe tradita dhe historinë tonë si me arbërash, si në për Kosovë, si rreth botës. Kështu që është shumë rëndësishëm edhe tash jam shumë krenare se të gjitha tjerë me konë pjesë e panajirit edhe na me ndje atë emocion që kanë arbërash edhe që shprëndojnë rreth neve në për Kosovë.